Sipas njoftimit, Kuvendi duhet të përfundojë këtë proces brenda 12 ditëve nga momenti i hyrjes në fuqi të aktgjykimit. Mbetet të shihen në momentin e publikimit të aktgjykimit të plot nga ana e gjykatës kushtetuese. Me njoftimin e publikuar nga gjykata kushtetuese është konfirmuar ajo që si këtë kemi thënë vazhdimisht, se pas zgjedhjen e gjithë nënkryetaorëve, ku përfshihet edhe nënkryetari nga rrodhët e komunitetit serb, Kuvendi nuk mund të konsiderohet i konstituar. Bazuar në njoftimin e publikuar nga gjykata kushtetuese, rezulton se ky është vendimi se seanca konstituive nuk ka përfunduar dhe përpasoj me rastin e publikimit të aktgjykimit nga gjykata kushtetuese, që paraqet edhe momentin e hyrjes në fuqi të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, deputetët duhet të mbledhen jo më vonë se 48 orë për të zgjedhur nënkryetarin nga rrodhët e komunitetit serb. Sipas njoftimit, Kuvendi duhet të përfundojë këtë proces brenda 12 ditëve nga momenti i hyrjes në fuqi të aktgjykimit. Bazuar në njoftimin e publikuar nga gjykata kushtetuese ka urdhëruar gjithë deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës që në përputhje me kushtetutën gjatë procedurës së zgjedhjes së nënkryetarit të Kuvendit të Kosovës nga rrodhët e deputetëve të komunitetit serb, ta ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues në interesin më të mirë të Republikës së Kosovës dhe në pajtim me kushtetutën dhe rregulloren e Kuvendit. Potencialisht mund të ketë edhe një sër përfundimesh dhe standardesh përkithase me këtë çështje të cilat janë trajtuar nga gjykata kushtetuese, por se këto mbetet të shihen në momentin e publikimit të aktgjykimit të plot nga ana e gjykatës kushtetuese.